Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa tamu taslima ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun e Madhërisëm, salavatin me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Jemi në muajin e begat Ramazan, duke u shoqëruar me vlerat dhe mirësitë e këtij muaji. Në ligjëratat tona para hutbes kemi përzgjedhur që të trajtojmë dispozita që kanë të bëjnë me Ramazanin dhe agjerimin. Në javën e kaluar kemi folur për disa prej dispozitave që kanë të bëjnë me kategorinë e të smuarit, sepse Allahu i Madhërisëm në Kur'an, kur ka obliguar agjerimin, i ka leju ose i ka amnistu, të themi më mirë, dy kategori të njerëzve, të smuarit edhe udhëtarët. Për të smuarit kemi folur në javën e kaluar, në pikat shkurta, gjërat që kanë qenë më elementare që duhet me i ditë një musliman i agjerus. Sot po flasim për kategorinë e dytë, po flasim për udhëtarin. Pra edhe udhëtari është pjesë e amnistimit nga agjerimi. Pra, e cili është udhëtari dhe çka aludojmë me udhëtime të ngjashme, do të mundohemi që në minutat në vijim të njoftohemi për së afërmi, edhe pse këto ligjërata në çdo vit i shtjellojmë muajin e begat Ramazanit, pra kemi nevojë sepse është në pyetje një vit dhe harrohen gjërat, aq më tepër që kemi edhe nga ata që ndoshta për herë të parë ndëgjojnë këtë ligjërat. Kush quhet udhëtar në radhë të parë, kush është udhëtari dhe kur njeriu muslimanin këtë rast e merr dispozitën e udhëtarit. Por ai që e lëshon vendbanimin e tij me një destinacion mbi 80 kilometra, ai është udhëtar. Po presupozojmë një besimtar ka mësy me udhëtu në Prizren, Pej, Shqipëri, në momentin që i lëshon vendbanimet e Prishtinës dhe hyn në fushë Kosovë, ai është udhëtar. Prej aty i llogaritet udhëtar. Pra që ta kemi të qartë. Ai që mendon me udhëtu në një vend mbi 80 kilometra, në momentin që e lëshon vendbanimin e tij ku ai jeton, fshatin e tij, hyn, pra kalon fshati ose kalon qyteti ku ato jetu, siç unë mora shembull Prishtinën, hyn për në fushë Kosovë ose del këtu prej Prishtinës nga ana e Shkupit këtu, hyn në fshatin e parë, Çaklavic, ai ka hyrë në udhëtim. E zë namazi i drekës. Kudo që e zën për gjatë rrugës, ai e shkurton namazin. E tani na kemi të bëjmë me agjerim, pra që ta kuptojmë se kur hyn dispozita e udhëtarit, dispozita e tij për udhëtim në momentin që i lëshon vendbanimet e tij, pra dhe ka synim këtë destinacion, pra sipas fukahave, sipas juristëve, juristët e kanë mendimin e kilometrave, ka dhe një mendim ndryshe të hadithologëve, tradicionalistat që shkojnë me vendbanimi dhe jo me kilometra, por mendimi i parë është ai që punojnë dietarët islamet e. Dhe çështja e dytë është personi sa ka për të qëndruar. Pra, prej një dite deri në 15 ditë, sipas shkollës hanefite, ti je udhëtar. Ai i cili udhëton në një vend dhe ka për të qëndruar nga një ditë deri në 15 ditë, ai është udhëtar. Nëse qëndron mbi 15 ditë, po e zom, po shkon për Zvicër, Gjermani, Angli, vende tjera, Turqi, Arabi, dhe ka më nej 16 ditë, 18 ditë, 20 ditë, ai vetëm gjatë rrugës është udhëtar. Jo dhe kur të mrrin. Si të mrrin në destinacionin, ai do të mi fal namazet të rregullta, se është vendas. Ka me qëndru mbi 15 ditë. Çito janë gjëra që s'bën pa i ditë vëllazër. Çito gjëra janë alfabeti i namazit. Këto duhet me i ditë, po na po i përkujtojmë, sepse harrohen gjërat dhe ka të ri. Ka pra që posa kanë fillu me u falë. Që kjo është sa i përket hyrjes së kësaj çështje që duhet me i ditë pa tjetër. Pastaj po flasim të ndershëm vëllezër lidhur me rregullat e agjerusit në udhëtim. Agjerusi në udhëtim i ka 5 gjendje. Dhe për këto 5 gjendje, dietarët, fukahat, juristët musliman kanë marrë vendime veç e veç.
Nëse gjendja e parë, nëse udhëtari agjeron në udhëtim dhe dëmtohet. Pra, udhëtari është duke udhëtu, po është agjerueshëm dhe dëmtohet, ati i ndalohet agjerimi. Sikurse e njëjta ku kemi folë atje për smutin. Pra, i smuari po agjeron dhe është të dëmtu shëndetin, ai tani është të bo gjuna. Se është ka dalë në kundërshtim me fjalën e Zotit, në kundërshtim me fjalën e pejgamberit alayhis, në kundërshtim me vendimet e dietarëve. Ani pse ai ka qef me agjeru? Pse? Se Zoti i Madhërisht këtu ka heq dorë nga e drejta e tij për me rru shëndetin tonë. Kuptoni që të drejtë. Kuptoni që të drejtë për cilën aty një tjerëve, që hala po kanë probleme me kuptimin e Islamit. Allahu i Madhërisht, krijuesi, na ka obligu këto janë shtyllat e Islamit. Allahu ka heq dorë nga e drejta e tij për me rru shëndetin tonë. E ku gjojmë na krijuesi Allahu xhelal? Ku gjojmë kështu? Për shembull ti ki dispozita njerëzore në çdo shtet, që i gjallë, i vdekun, i smut, dush me kryq ato. Jo, te Allahu s'ka kështu. S'ka për me ligjet e Zotit. Për atë arsye, pra, në momentin që personi dëmtohet në udhëtim, është duke agjeru, i ndalohet agjerimi. Dhe kjo është çështje konsensuale te dietarët islam. Ju kanë referu hadithit të Xhabirit radhiyallahu anhu që kanë nxjerrë Imam Muslimi në ditën e çlirimit të Mekës. Kur është çliruar Mekka, ka qenë pejgamberi alayhis pjesëmarrës dhe një numër i sahabëve, shokëve të tij, para se mu afru, jo shumë gjatë Mekës, dhe ka qenë koha pas namazit i kindis, jenë lodhë, se kanë qenë agjerueshëm. Dhe një grup i tyre ju kanë afru pejgamberit alayhis salam, ka thënë dërguni Allahut, jenë lodhë njerëz. Jenë lodhë sepse temperaturat e larta, udhëtimi në kam, krejt këto, pejgamberi alayhis salam ka kërkuar një gotë ujë. Edhe ka dalë me një vend ku shihet. Edhe ka pi. Edhe kanë fillu njerëz me pi ujë. Pas pak, po ja përcjellin lajmin që disa tjerë po vazhdojnë me agjeru. E këtu tani e ka thonë një fjalë që juristit ju kanë referuar kësaj çështje. Ka thonë, ulaike humul usat, 3 herë ka përsërit, ata janë mëkatar, ata janë gjunaqar, që edhe më po vazhdojnë me agjeru, pasi që veç pejgamberi alayhis salam dha urdhën të prishet agjerimi, për shkak se tani ka kalu koha ose kanë kalu në gjendjen e vështirësisë. Pra që të janë rregullat, që kjo është gjendja e parë. Gjendja e dytë, kur udhëtari agjeron, ka vështirësi, po nuk dëmtohet. Gjendja e dytë, udhëtari është agjerueshëm, ka vështirësi, nuk dëmtohet. A me agjeru ma mirë, a me prish? Me prish ma mirë. 4 shkollat, 4 mëdhëhebet kështu kanë thonë. Të gjitha shkollat juridike e kanë këtë mendim. Dhe ju kanë referu fjalës pejgamberit alayhis salam ku ka thonë lejse min el birri as-siyamu fi safar, nuk është prej punëve të mira agjerimi në udhëtim. Dëgjoni fjalën e pejgamberit alayhis salam. Na po flasim me shpallje vëllazër, jo me ego, jo me thonë unë valla që 50 vjet se kum prish kur se prishi, ndodhi çka ndodhi. Nuk ka këtë cilësi që e do Zoti. Kjo është një lloj rebelimi vëllazër ndaj Zotit. O një lloj rebelimi. Pra pendëlidhja atje te i smuti. Unë se kum prish kur, po edhe ndeksha se prishi. Kjo është rebelim ndaj argumenteve të Zotit. Jo. Çysh po thot Zoti, me agjeru, po agjerojmë. Jemi mirë, po agjerojmë. S'jam mirë, po thot Zoti me prish, po thon hoxhallar, dietarët e kanë kuptuar kështu, po kry kjo punë. Pse? Se ti tash merr bonusa, ti tash përblehesh sepse ti pe kryni urdhën Zotit. Gjendja e dytë është kjo. Te që kjo hadith e vëllazër, ka për dietarëve që kanë shku për te kësaj. Unë ka dietarë që kum jetu në kohën e tyre që na kanë mësu, unë pe përcjellin i thoni tash se cili ti hin punë dikuj, ish miftia e Arabisë Saudite, Sheikh Ibn Bazi, Allahu mëshiroft, ka qenë për dietarëve të kohës. Unë kam dëgjuar një prej nxënësve të tij që ka udhëtu për shembull prej Riyadit, kryeqytetit deri në Xhidde për me bë umrën, me një mbrana shtetit, po me një distancë mbi 1000 kilometra, dhe ato pak para se mu afru iftari. Ka hyp në aeroplan dhe ka kërku ujë e ka prish agjerimin. Nuk ka pa, kjo hoxha ka qenë i verbërt.
ata për cilësit i kanë thonë hoxh, po shumë pak kametë dhe gjysore, ja ka përmend qitë hadith. Nuk është për punëve të mira agjerimi në udhëtim. Vëllezër, dietarët çështoj shohin senet. Pse? Në fund temës e shpjegojmë se pse. Se Islami ka me moton e lehtësimit, jo me moton e egos dhe të vështërësisë. Gjendja e tretë është ku personi, muslimani, besimtari udhëton edhe agjeron dhe nuk i ka problem agjerimi në udhëtim. E ka problemi të kompenzimi. Problemi ka të kompenzimi atje. Se shkaku i punës ose i forma, sepse rregullat nuk kanë ardhur veç për tokat arabe, veç për Kosovën, kanë ardhur për këtë botën. Ka do vende që personi ka problem se thotë s'ka me kanë agjeroj pastaj ose ka probleme. Në qitë rast, juristët i japin prioritet agjerimit. Këtë duhet me agjeru. Me që është udhëtu, edhe nuk ka problem në udhëtimin e tij, absolutisht as ka mundim, as ka vështërsi, Allahu xhela xhelal thotë wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ju kanë referuar pjesës të fundit citatit kuranor e që të agjeron është më mirë për ju nëse e dini. Qitë rast, domthonë agjerimi është më i mirë. Edhe nëse e prish ka drejt, po agjerimi është më i mirë. Gjendja e katër, kur të dy gjendjet janë njësoj. Thotë, pra udhëtari është duke agjeru, thotë, si me agjeru, si me prish, për mua është njësoj. Edhe këtu i kanë dhënë prioritet dietarët prishjes. Jo në mënyrë obligative, po prishjes i kanë dhënë prioritet shumica shkollave. Shumica shkollave juridike i kanë dhënë prioritet prishjes së agjerimit, shumica dietarëve. Dhe ju kanë referu hadithit pejgamberit alayhis salam, ku thot pejgamberi sa Allahu ka qef, dëshiron me i marr lehtësimet e tij, ashtu siç hidhrohet ai që i qaset gjunaheve. Pra, Allahu ka qef. Shka pas ka qef Allahu? Çka ka qef Allahu? Me vështërsu na veten? Me mundu? Me smu? Jo. Allahu ka qef me i marr lejet e tij, lehtësimet e tij. Smundje është lehtësim. Dhe dietarët islam e kanë marrë këtë qëndrim. Dhe gjendja e pestë është kur udhëtari me agjerim nihet jo komod. Llogaritit e ku kanë shku. Kur udhëtari me agjerim nuk nihet komod. Kur e prish agjerimin, është ma komod. I kanë dhënë prioritet dietarët me prish. Kanë thonë, lejohet me agjeru, por ma me prioritetet me prish. Sidomos për shembull ata që janë vëzica. Ka me udhëtu për shembull këtu në Shqipëri, këtu në Zvicër, këtu në Gjermani, është me familje. Normal, në agjerim janë ato vështërsit, pa gjumësia, se të shmëshun sëfër, pa gjumësia, ndrysh është për ti, do thot, pin langje, han, merë do një kafe të ngjashme, je ma i qetë. Pra, thonë dietarët islam, nëse ti u thonë me aeroplan, është në pyetje 1 orë gjys, 2, absolutisht edhe ashtu, kur nuk agjeron s'pin kur gjë, agjeron. Por, nëse je vëzic, edhe ki përgjithësi, ose je vëzic i autobusit që i ki edhe 50 vetë, ose je vëzic i kamionit që ki mal të hujin, prish. Prish është me prioritet dhe për që të gjendë ju kanë referu hadithit Gjabirit që shpjeguan në fillim. Pra që e ka prish pejgamberi dhe është lutë kundër atyre që po vazhdojnë që po i mundon agjerimi edhe me tutje. Pra, citojnë gjendjet që unë i shpjegova në mënyrë të shkurt për shkak kohës. Shtrohet pyetja këtu një çështje juridike në çdo çdo gjendje, edhe kur e mundon agjerimi udhëtarin, edhe kur e dëmton, edhe kur se mundon agjeron. Ai pranohet agjerimi ajo. Të gjithë dietarët islam, sidomos e Bahnifja rahmetullahi alayhi ka thënë që agjerimi pranohet. Pra, agjerimi pranohet, por nëse ka dëmtuar vetveten për këtë përgjegjësi para Zotit. Pra, agjerimi pranohet, por domthon nuk ja ka qellu veprës, prandaj duhet me pas kujdes. Dhe ju kanë referuar një hadithit të Aishës Allahu shpëton të kënaqur me të, ka qenë një Hamza el-Aslami radhiyallahu anhu, i cili ka agjeruar shumë, ka qenë njohur me agjerim. Edhe e ka pyet pejgamberin alayhis salam gjatë udhëtimit i ka thonë oj dërguni Allahut, atë agjeroj në udhëtim, ka thonë ndash agjeroj, ndash prishe. Dhe fukahat juristët e kanë marrë si pjesë që me që e kalon të lirë pejgamberi alayhis salam i bie se
i pranohet agjerimi. Edhe nëse agjeron në udhëtim, por i pranohet, por cila është më e mirë, folëm më herët. Qito të gjitha vëllezër që i spjegum ne determinojnë për atë maksimin se feja islam është e lehtë. Feja islam është e lehtë. Ka ardhur feja islame me i lehtësu gjërat, jo me i vështërsu. Dhe këtë maksimin nxjerrim nga citati kuranor 185 në suratul Bekare, ku Allahu na flet për dispozitat e agjerimit dhe të agjerusit. Allahu xhelle xhelalu pasi që i se këto dispozita thot, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allahu juve ju dëshiron lehtësim dhe nuk ju dëshiron vështirësi. Që këtë citat ka të bëjë me agjerusin në mënyrë të drejtë për drejtë, me smundjen, pra me të smuarit dhe udhëtar. Por ky citat është universal. Çdo gjë ku ti ke vështirësi, merr lehtësimin. Pra, po flasim në praktik, jo të gjunohet. Siç ka hadithin e Aishës, thot Aisha Allah qoftë e kënaqur me të, që ma khuyira nabi sallallahu alaihi wasallam al-amrayn ila ikhtar aysarahuma ma lam yakun ithma. Sa herë që ju kanë ofruar pejgamberit asum dy gjëra, e ka përzgjedh më të lehtën, nëse s'ka pas në gjunahën te. Përzgjedh më të lehtën. Përzgjedh ato që ty të përshtatet që është më e lehtë. Por Islami ka ardhur për me i lehtësu gjërat. Mirë po njerëzit, ose nga padia, padituria, ignoranca, ose nga pasimi i egos, gabojnë. E kur të gabon, e këmë thonë këta ma shumë se një herë këtu në këtë foltore, çike nuk e qenë gjatë. Sidomos ata që në fillim me praktiku islamin, e marrin si thot populli me hyjim, e marrin me vrull, nuk i qenë gjatë. Mas një kohë e le kalon namazin. Pse? Se ka marrë gjërat me eufori. Islami nuk e dën euforin. Islami e dën diturin. Gjërat mi marrë me dituri, jo me ego. Jo unë muj, unë i qëj 50 kg i që normal, po te 100 nuk e kam problem. Jo. Merë ato që është ma e leta që me të ma gjatë. Sepse feja nuk ka ardhur sot për sot, por ka ardhur sot jemi gjallë. Prandaj të ndershëm vëllezër, këtu po i ceki pra disa fakte që Islami ka ardhur për këto maksime që në po i ceki, Islami ka pru shpallje. Allahu xhelle xhelalu në Kur'an suratul Nisa citati 28 thot: "Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa." Allahu dëshiron t'u lehtësoj juve gjërat, sepse njeriu është kriju i dopt. Na jemi dopt. Na mendojmë shkurt. Allahu xhelle xhelalu po thot, Allahu i ka pru dispozitat për m'ja lehtësu juve gjërat, edhe këtë e ka dëshirë. Pastaj thot Allahu xhelle xhelalu në disa vende në Kur'an, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon robën e tij për te mundësive që i ka. Pastaj në suratul Hajj thot, "Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj." Allahu asgjë nuk ka pru vështirësi në fe. Edhe ky citat është rregull në veti, është dispozitë në veti. Asgjë në Islam Allahu nuk ka bërë vështirësi. Në momentin për që ty të vështirësohet gjendja, atë di që ose se ke kuptu mirë qatë normë, ose i duke e tepru atë. Pastaj, pejgamberi alayhis salam, pra ju kanë referu dhe fjalët pejgamberit alayhis salam, kur i ka dërgu vëzhguesit, thirrësit, ju ka thonë, pra Muadh ibn Jabelit e të tjerëve, radiallahu anhum, i ka thonë, "Yassira wala tu'assira, bashira wala tunfira." Lehtësoni çështjet njerëzve dhe mos ja vështirësoni. Pastaj thot pejgamberi sa inma bu'ithna muyassirin. Ne jemi dërgu lehtësues dhe jo vështirësues. Po ashtu, dietarët islam, juristët kanë nxjerr norma, kanë nxjerr dispozita ose ato që njihen si baza të jurisprudencës islame. Thonë juristët në gjuhën arabe, el mashaqqatu tajlibu at-taysir. Vështirësitë kërkojnë lehtësim. Pra, momentin që paraqitet një vështirësi, ajo veç e kërkon lehtësimin dhe lehtësimin e ka sjell Zoti i Madhërisht, kërkohet prej neve vetëm me e njoft atë. Pra në pika të shkurta të ndershëm vëllezër, këto ishin disa prej bazave edhe para xherim, por edhe për jetën pas Ramazanit, që Islami ka ardhur me norma të lehtësimit, duhet me njoft ato me qëllim që ne ta adhurojmë Allahun mirë edhe gjatë. Allahu i pranoft prej neve dhe ju të gjitha veprat e mira, na mëson që këto dispozita të vendosim në vendin e duhur. Zoti ju shpërblet për vëmendjen. Alhamdulillahi rabbil alamin.